Hello, hello! Ne sot jemi te Eco Park dhe jam me shoqen time të ngushtë Evën. Dhe sot ne do bëjmë një pyetësor për ne të dyja. Tani ne do fillojmë dhe kemi disa pyetje shumë të lezetshme. E para është, na trego pak për veten tënde. Atëherë, unë jam Eva, siç edhe e the vetë, dhe jam 9 vjeçe dhe kam lindur në Tiranë dhe jetoj në Durrës. Okej. Çfarë të pëlqen të bësh pas shkollës? Pas shkollës, unë bëj detyrat edhe pushoj. Okej. Cila është ngjyra jote e preferuar dhe pse? Ngjyra ime e preferuar është roza, sepse është një ngjyrë për gocat. Okej. Cili është ushqimi yt i preferuar? Se gjithë e kanë një ushqim. Ushqimi im i preferuar është pastiqja. Okej. Edhe imja. Ke ndonjë talent sekret që asnjëri nuk ta din? Po, jam shumë elastike. Cili është filmi yt i preferuar ose vizatimi? Filmi im i preferuar është Stitchi, filmi me Stitch. Është shumë i bukur. Edhe mua i pëlqen shumë. Po vizatimi yt i preferuar? Po, ndonjë gjë që ke vizatuar ti? më pëlqen shumë Hello Kitty, e kam vizatuar shumë bukur. Edhe unë kam vizatuar një herë në kështu kanvas, kam vizatuar një herë disa kështu SpongeBob dhe gjëra janë shumë cute. Tani, pyetja e 7. Nëse do kishe një ditë perfekte, si do ta kaloje? Një ditë perfekte për mua do t'ishte që mami të më thoshte gjithë ditën po. Edhe imja. Cila është festa jote e preferuar? Festa ime e preferuar është kur kishte dasmë ndaja im. E kalon shumë bukur. Tani do flasim për çik shkollën dhe shoqërinë. Okej. Kujton shumë gjëra shkolla. Cila është lënda jote e preferuar? Po, lënda ime e preferuar është fiskultura. Edhe imja. Tani do shohim për hym në klasë 3, në klasë 4. Tani do shohim se si është historia. Çfarë të pëlqen më shumë në klasë që të bësh? Po, asnjë gjë. Nuk më pëlqen ndonjë gjë, çfarë do bëjmë në klasë? Kush të bën të qeshësh më shumë? Shokët e klasës. Kush nga klasë? Nga shokët? Arbioni edhe Anelio. Mu vetëm Arbioni. Edhe të është mençëm. Po prap është shumë, të bën shumë e qesh. Cili është kujtimi më i bukur që ke nga shkolla, nga këto 3 vitet? Është shoqëria. Okej, ose abetarja. Edhe abetarja ka qenë kujtimi i bukur. Nëse do ishe mësuese për një ditë, çfarë do të bëje? Do i bëja ekskursion klasës time për 2 ditë. Okej. Çfarë bën një shoqe të mirë? Çfarë bën një shoqe të mirë? Një shoqe e mirë çfarë bën? Çfarë bën? Për shembull, çfarë bën një shoqe e mirë? Një shoqe e mirë bën që është e sjellshme, nuk është interesaxhie, dhe që më do me të vërtet, që më ka shoqe me të vërtet. Po. Cila është loja jote e preferuar në pushim? Në orën e pushimit. Mua nuk është se loz në orën e pushimit, por shokëve të mi të klasës i pëlqejnë shumë që të vrapojnë. Po. Vrapojnë dhe luajnë futboll. Po. Në klasë, po. Si u bëm ne të dyja shoqe? Ishte dita e 2 ose e 3 e klasës parë, dhe
ti erdhe, ma rrëve edhe më the, o Eva, do bëhemi shoqe edhe unë thash po. Në fakt, Eva erdhi në bankën, unë isha banka parë, edhe isha nga dera, kurse Eva ishte banka dytë nga dritarja. Edhe u bë tu kthea kisha Evën direkt. Edhe e pyeta një ditë, a do bëhemi shoqe të ngushta? Jo shoqe të ngushta, shoqe. Edhe Eva tha po, dhe pastaj u afroi shumë edhe u bëm shoqe të ngushta. Çfarë të bën? Çfarë të pëlqen më shumë tek unë? Më pëlqen shumë te ty, sepse nuk më ke shoqe me interes. Më ke shoqe me të vërtet dhe je shumë e sjellshme dhe shumë. Thank you. Ku do të doje të shkonim ne bashkë për pushime? Në Disneyland. Edhe në Land of Legends. Unë do të janë Land of Legends, po dhe në Disneyland. Disneyland është më bukur në dimër, se di pse. Nuk e di pse. Cila është loja jote e preferuar? Këtu në park. Loja ime e preferuar është me të kapura, talash. Oh, po, e bukur është. Nga që ka shumë hapësirë dhe është qef. Nga cila lojë ke pak frikë që ta luash këtu? Nuk e di, jo. Që ta luaj këtu është që të ngjitemi atje lart, është shumë. Po, aty është shumë frikë. Për shembull për njerëzit që kanë frikë nga lartësitë, nuk ju rekomandoj që t'ikni atje sipër. Se është shumë frikë. Nëse do të ndërtoje... Prit, 2 sekonda. Na iku pak pyetja. Nëse do të ndërtoje parkun tënd, çfarë do të kishen? Do të kisha fusha për të lozur, sepse fëmijët vetëm atë duan, do të kisha një fush futbolli, një fush basketbolli, volejbolli dhe këto. Edhe do kishte edhe shumë natyrë. Po. Cili kënd të parkut të pëlqen më shumë? Këtu? Po, këtu. Këtu më pëlqen aty lart, është shumë bukur. Bukur është për frikë. Cilën lojë do doje që ne të provojmë tani? Tani. Truth or dare. Truth or dare. Kush qesh më shumë nga ne të dyja? Ti. Po. Kush është më sportive? Unë për vete do thoja ti. Se unë vetëm volejboll, kurse ti nuk bën gjimnastik, po... Nuk bëj, por jam shumë... Po, je shumë elastike. Kush ha më shumë akullore? Unë. Po. Po. Kush zgjohet më herët? Në çfarë zgjohesh ti? Po, unë zgjohem në orën 8, nuk e di, në orën 8 zgjohem. Unë zgjohem në orën 8:50. Ti vjeti. Unë i bie. Kush këndon më bukur? Ti. Të dyja do thoja. Unë do thoja të dyja. Kush bën fytyra më qesharake? Dyja. Po. Tani ti do zgjedhësh një nga 2. Okej? Një nga 2 për shembull gjëra. Okej. Det apo mal? Det. Unë do doja edhe unë detin. Pizza apo makarona? Makarona. Edhe unë makarona. Akullore apo tort? Akullore. Tort. Qen apo mace? Mace. Qen, unë do daj qen. YouTube apo TikTok? YouTube. TikTok. Këngë apo kërcim? Do doje të këndoje? Jo, kërcim. Kërcim, edhe unë kërcim do doja. Film apo vizatim? Vizatim. Film. Çokoladë apo patatina? Çokoladë. Çokoladë.
Ver apo dimër? Ver. Ver. Sepse kemi është mund të shkojmë në plazh, mund të bëjmë gjithë ato gjëra në ver dhe më e rëndësishmja nuk ka shkollë. Po, ajo është më e rëndësishme nga të gjitha. Not apo biçikletë? Not. Unë do doja not, edhe si ty. Nëse do të kishe super fuqi, cila do të ishte? Të fluturoja, është preferoja ime të fluturoja. Edhe unë do doja të fluturoja. Po sikur të fitoje 1.000 euro, çfarë do të bëje me to? Do jepja te shtëpia e fëmijës. Do jepja te shtëpia e fëmijës gjitha. Edhe unë. Cilin vend do të vizitoje? Dua të vizitoj? Po, do. Dua të vizitoj gjitha. Unë dua Amerikën. Dua të gjitha të vizitoj. Po. Cili është personazhi yt i preferuar? Më i preferuar nga të gjithë. Nga K-pop, si. Jo, kështu nga filma. Nga filma, është nuk e di se nuk është të shikoj shumë filma në fakt. Po për shembull në Netflix. Nuk shikoj filma. Për film, mu më pëlqen Semenkat. Por, me zë po pres të shoh Moanën. Me zë po pres të shikoj filmin e Cat's Eye. Me 14 gusht është filmi. 14. Po. Ëndre, ke ti në jetë, Ëndra ime është që të bëhem dikush i madh që të gjithë ma thonë emrin, që të bëj një punë të mirë dhe të nuk e di kaq. Të kesh një punë të mirë dhe emri yt të thuhet në gjithë botën, po thua. Po. Okej, edhe ajo do ishte ëndra ime më e madhe. Cila është dëshira jote për këtë vit? Dëshira ime për këtë vit është që të shërohet mami im. Nëse do të kishe një kafshë zotike, cila do të ishte? Nëse do të kisha apo do të isha? Do të kishe. Nëse do të kisha, do të doja një gjiraf. Janë shumë të bukura. Unë do doja një gjiraf, sepse mos hajde shtëpia ime, po të hajde shtëpia komshiut. Të t'japi komshiut çdo ditë. Mëngjes, drek në darkë. Mos t'japu. Cila është çfarë do të shpike nëse do të ishe shkencëtare? Do të shpikja që si e ke parasysh Shazamin që dëgjon këngët dhe të thot emrin e këngës, do të shpikja që nëse do të vje një herë parfumi, të ta thoshte se si e kishte emrin parfumi. Po, ajo është e bukur. Të dy ishin shumë bukura. Kush është heroi yt? Heroi im është mami dhe babi. Dhe imi. Mami dhe babi. Çfarë mesazhi do t'ju jepje fëmijëve që po na shohin sot? Që gjithmonë të jenë fëmijë të mirë dhe gjithmonë të dëgjojnë prindërit. Unë do i thoja fëmijëve që të ndjekin ëndrat edhe mos të dorëzohen asnjëherë. Faleminderit Eva që ishe sot në këtë podcast dhe
juve, mos harroni që të bëni subscribe, comment dhe like. Dhe ku do doni ju që të më shihni mua herës tjetër me një tjetër. Pafshim! Pafshim!